Për herë të parë në historinë e Agjencisë Kosovare të Privatizimit është privatizuar edhe rrugë. Po, prona e shtetit që është blerë nga babai i deputetit të vetëvendosjes Valon Ramadani, patender e me pazare, është edhe rrugë. Pas raportimit se kjo pronë gjendej brenda një lagjeje luksoze që është lagja Panorama në Ferizaj, ne jemi interesuar të dimë se çfarë saktësisht ka qenë kjo pronë. Dhe gjeni se çfarë? Komuna thotë: pas regjistrimit të ndryshimeve katastrale, pronari i ri për nevoja të veta ka bërë ndarjen e parcelës fillestare numër 4100 në parcelat e reja katastrale 4101, 4102 dhe 4103 në zonën katastrale Nekodem. Kjo ndarje është realizuar në përputhje me dispozitat ligjore për katastrin, pronën e paluajtshme dhe udhëzimet administrative në fuqi për procedurat e ndryshimeve katastrale. Më pas, parcela katastrale numër 4101 është bashkuar me parcelën numër 10570, ndërsa parcela numër 4102 i është bashkangjitur parcelës numër 10580, ndërsa parcela katastrale numër 4103 nuk ka pësuar ndryshime të mëtejshme pas ndarjes dhe vazhdon të figuroj me këtë numër katastral. Hajde ta kërkojmë së bashku në geoportalin shtetëror për me pa edhe jo se ku e çfarë është kjo pronë që i është ndëruar numri parcelës në 4103. Pra, për me e thjeshtësu, prona e blerë 2524 metra katror nga Hysni Ramadani është ndarë në 3 pjesë dhe 2 pjesë i janë bashkuar 2 pronave të tjera brenda lagjës luksoze private të babait të deputetit, ndërsa një pjesë tjetër apo 2009 metra katror është kjo pjesë që po e shene edhe ju këto, ku përafërsisht 80% e saj është rrugë. Më shumë se gjysma e kësaj prone, që dikur ishte e shtetit, është rrugë. Rrugë, trotuar e një pjesë e vogël edhe pronë, që mbi të tashmë kishin kaluar rrjet energjetik, kanalizim, ujësjellës të gjitha këto për lagjen private në tokën e shtetit. Dhe arsyeja pse u privatizua më pas ishte pikërisht kjo, siç e ka konfirmuar vetë AKP-ja. Parcela nuk ishte e përshtatshme për tender publik. Parcela katastrale numër 4100 në ZK Nekodime ishte rrethuar në të gjitha anët me prona private të privatizuara më herët dhe sipas gjendjes faktike në terren ishte bërë pjesë integrale e një kompleksi privat banimi. Në këtë parcelë dhe mbi të ishin shtrirë objekte banimi, rrugë të mbrëmshme, por si përfundoi rruga e shtetit brenda një lagjeje luksoze private, po ashtu edhe infrastrukturë e ujësjellësit, kanalizim, rrjet energjetik dhe infrastrukturë përcjellëse, pra siç ka deklaruar vetë AKP-ja. Aspekti tjetër është që pikërisht kjo rrugë, lagjen luksoze të Hysni Ramadanit e Shaban Aliut e bën hiç më pak se me 2 dalje në rrugën kryesore, dalje në të 2 anët e kompleksit gjigant Panorama. Por AKP-ja po vazhdon me shkel ligjin për çastje në dokumente zyrtare, të cilën e kemi kërkuar tashmë qysh me datën 5 qershor. Infokos ka kërkuar çastje në 56 kontratat e pronave aseteve të shtetit të shitura patender pra me negocim.